Sipas parashikimit që Zoti Rama ka bërë tek neni I ri, amniston sigurisht poste qeveritare ose poste të cilat kanë të bëjnë me statusin që jep vetë kushtetuta, por ajo që unë dua të theksoj është që Zoti Rama nuk kupton që presidenti I Republikës ka vetë imunitet për shkak se ai nuk mundet të pezullohet për shkak se imuniteti I tij mund të gjykohet vetëm nga gjykata kushtetuese dhe nga asnjë organ tjetër shtetëror. Për sa I përket frenimit apo daljes jashtë lojës së gjyqësorit, unë dua të parashtroj tek ju se Zoti Rama pikrisht hallin e ka te vetja e tij, sepse në fund fare thotë që një prokuror dhe një gjykatës nuk mundet të vendosin për vjoshmërinë e një pushteti që është pushteti ekzekutiv, por a amniston Zoti Rama veten e tij? Unë do të thoja që Zoti Rama pikrisht për herë të parë në mënyrë publike në historikun e tij po bën një nen që ai nen mund të quhet neni e Rama, sepse pikrisht Rama kërkon të ndalojë çdo lloj dyshimi që mund të ketë prokuroria ndaj një veprimtari të tij apo të personave të përfshirë me Zotin Rama, për arsye sepse ai në fund fare thotë që unë nuk llogaris pushtetin gjyqësor, jo më të llogaris një funksion që është prokurori I cili ka për detyrë ndjekjen penale, se në fund fare prokurori nuk është drejtësia, prokurori nuk është pushteti gjyqësor, sepse pikrisht prokurori është ajo që ne themi vazhdimisht, ndjekja penale, ai bën thjesht veprimin procedurial të mbledhjes së provave dhe në fund fare shkon dhe I kërkon gjykatës dhe gjykata është pushtet, pra është pushteti gjyqësor. Zoti Rama me amnistin politike don të justifikohet tek zonja Balluku që unë përbëj gjithçka për ty, pra po normoj edhe një nen për ty, por normoj edhe një nen për presidentin e Republikës, por ju e keni parë që Zoti Rama nuk flet për veten e tij, që pikrisht ky nen vendos Zotin Rama, kryeministrin, presidentin, kryetarin e Këshillit kryetarin e KLSH-s, avokatin e popullit dhe guvernatorin e Bankës së Shqipërisë. Pra, Zoti Rama pikrisht kërkon të tregoj që shiko sa poste kam përfshirë përveç vetës time, që nuk duhet të shprehem lidhur me pozitën time tek ai nen që nuk mundet në asnjë moment dhe asnjë rrethan kryeministri të përmendi veten e tij se po vendos unë një mbrojtje të tepruar, por ju duhet keni parasysh diçka. Nuk ka rëndësi postet që amnistohen, sepse ndjekja penale është një gjë tjetër, ndërsa pezullimi I një funksionarit është një gjë tjetër. Pra, në kuptimin penal, në rast se Zoti Rama ka një dosje në prokurori, pavarësisht se ai nuk mund të pezullohet, ai mund të merret në çdo kohë dhe në çdo moment I pandehur. Ashtu është edhe për të gjithë funksionarët të tjerë të cilët Zoti Rama don t'i mbrojë me normimin e këtij nenit për sa I përket amnistisë posteve. Pra është një amnisti që Zoti Rama kërkon të bëjë për sa I përket pezullimit, jo mbrojtjes penale. Mbrojtja penale është një fazë tjetër proceduriale, ndërsa forma ose më mirë faza pezullimit është një formë tjetër, e cila nuk ka të bëjë me hetimin.